Rritja e pagave dhe pensioneve është prioriteti i qeverisë gjatë mandatit të katërt. Në serinë e re të podcastit flasim, kryeministri Edi Rama përsëriti se nga janari vitit e ardhshëm nuk do të ketë më pagë nën 500 euro. Mbi të gjitha e diktuar nga rritja e premtuar e pagës minimale nga janari i vitit që po troket, kur paga minimale në sektorin publik dhe në atë privat, pra kur ligji që do të kalojmë në Parlament i Buxhetit 2026 të sankcionoj se në Republikën e Shqipërisë nuk do të ketë asnjë pagë nën 500 euro. Të njëjtën u zhvillua dhe mbledhja e parë mes qeverisë italiane dhe asaj shqiptare, ku një ndër marrëveshjet e firmosura mes dy vendeve ishte ajo për migracionin. Në një intervistë për gazetën italiane Corriere della Sera, Rama u ndal tek çështja e cila shkaktoi jo pak polemika, ajo e kampit e emigrantëve në Gjadër. Akuzat janë bërë pjesë integrale e jetës tonë, të cilat mbyten çdo ditë nga balta e pafundme e mediave sociale, ndërsa shpejtësia maramendse me të cilën lëviz bota e informacionit e bën gjithnjë e më të vështirë të kuptohet e vërteta, pasi këmbët e gënjeshtrave janë bërë edhe më të shpejta në qarkullim nëpër botë. Shqipëria nuk ka investuar asnjë euro në këtë projekt, kështu që të paktën në këtë rast nuk mund të akuzohemi si zakonisht. Pyetur nga Corriere lidhur me anëtarësimin e Shqipërisë në BE dhe rolin e Italisë në këtë proces, shefi i ekzekutivit u shpreh qartë se Roma zyrtare është lobuese e fortë për Tiranën. Italia është avokatja tradicionale e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, është zëri ynë më i fortë në Bruksel. Vendimi im nuk do të jetë kurrë në gjendje të shlyejë borxhin e madh moral të Italisë për gjithçka që ka bërë për ne. Shqiptarët nuk do ta harrojnë kurrë atë borxh. Për post marrëveshjes për emigracionin, Shqipëria dhe Italia firmosën 15 memorandume të tjera bashkëpunimi në fushat si energjia, mbrojtja, shëndetësia e mëtej.